Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama prej muajsh nuk ka zhvilluar asnjë vizitë apo kontakt drejt për drejt zyrtar me Shtetet e Bashkuara, në një periudhë që përkon me ndryshimin e administratës në Washington dhe kalimin e pushtetit të republikanët. Kjo situatë nuk lidhet vetëm me ndryshimin politik në SBA, por dhe me qëndrimet dhe deklaratat e mëparshme publike, zyrtare dhe jo zyrtare të Ramës ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Kulmi i tensionit mes Ramës dhe administratës Trump është një episod i ndodhur gjatë samitit të Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen në nëntor 2025. Atje, Rama është filmuar duke bërë një batutë ironike për presidentin amerikan në prani të presidentit francez Macron dhe presidentit të Azerbajxhanit Aliyev. Sipas raportimit të mediave amerikane, Rama ju drejtua Macronit duke ironizuar një lapsus të Trumpit, i cili në deklaratat e tij të fundit kishte përmendur se kishte ndërmjetësuar marrëveshje paqe midis Shqipërisë dhe Azerbajxhanit, një konflikt që në realitet nuk ka ekzistuar. Duhet na kërkoni falje sepse nuk na përgëzuat për marrëveshjen e paqes që presidenti Trump bëri midis Shqipërisë dhe Azerbajxhanit, tha Rama në atë rast, ndërsa udhëheqësit e tjerë qeshnin me Trumpin. That one's not settled. To think that we settled Azerbaijan and Albania as an example, it was going on for years. It was never going to be settled. Washington është konsoliduar perceptimi se Trump dhe rrethi i tij ngushtë nuk kanë interes të ndërtojnë raporte politike me Ramën dhe qeverinë e tij. Një nga kundërshtaret më të forta të një takimi mes Trump dhe Ramës është shefja e kabinetit të presidentit amerikan, Suzy Wiles, e cila e konsideron një takim të tillë politikisht të dëmshëm dhe pa përfitim për shtëpinë e bardhë. Gjithashtu Rama shihet në një pjesë e rëndësishme e ekipit të Trump si figurë politike e lidhur ngushtë me Soros. Pavarësisht këtij realiteti, kryeministri shqiptar ka intensifikuar përpjekjet lobuese dhe duke angazhuar biznesmen të njohur, politikanë dhe ndërmjetës ndërkombëtar pranë rrethit familjar dhe politik të Trumpit me synimin për të hapur një kanal komunikimi që do të çonte në një takim të drejtë për drejtë. Këto tentativa, megjithatë, nuk kanë dhënë rezultat deri më sot.